Pas ndeshjes të zhvilluar në shtëpi në stadiumin e rikonstruktuar të Vlorës, flamurtarin e pret një tjetër ndeshje e vështirë. Ekipi vlonjat do të udhëtojë në drejtim të kryeqytetit në një përballje direkte me Dinamon. Ekipi ka zhvilluar këtë të premte seancën e fundit stërvitore në Vlorë në prag të sfidës me Dinamon në drejtimin e trajnerit spanjoll. Trajneri i ekipit të flamurtarit, Carlos Garcia, këtë ndeshje e konsideron si tepër të vështirë, por ekipi sipas tij është plot me besim për të futur në fushë vetëm për fitore. Dinamo ishte një ndër skuadrat më të mira të kampionatit një vit më parë. Vitin e kaluar bën ndeshje të mira për të kualifikuar në zonat e Europës, por pa mundur të kualifikohen. Është një ndeshje tepër e vështirë, por ne shkojmë plot me besim. Ne jemi trajnuar mirë javën e fundit dhe shkojmë drejt Tiranës me plot besim. Carlos Garcia komenton edhe gjendjen momentale të ekipit të flamurtarit. Ai thos se kondicioni i lojtarëve është mjaft i mirë. Fizikisht, pjesa më e madhe e futbollistëve, sipas Garcias, janë gati për këtë takim. Kondicioni i ekipit është mjaft i mirë. Fizikisht lojtarët janë shumë mirë. Futbollistët janë gati për ndeshjen. Kondicioni jon si ekip është shumë i mirë. Sipas Garcias, flamurtari i ka kualitetet si ekip për ta fituar këtë ndeshje, por edhe për të bërë më mirë. Do të jetë një përballje e vështirë edhe për Dinamon, që sipas Garcias, të dy ekipet janë në kërkim të 3 pikëve, por flamurtari sipas tij do të jap në fushën e lojës më të mirën për të shkuar te rezultati pozitiv. Sigurisht që mund ta fitojmë këtë lojë, siç e tham, do të jetë një ndeshje e vështirë me të dyja ekipet që do të luajnë. Një ndeshje e vështirë për ne, por gjithashtu edhe për Dinamon. Ne do përpiqemi të japim maksimumin për ta fituar ndeshjen. Në fund, Garcia ka dhe një mesazh për tifozët, duke i falenderuar ata për mbështetjen e dhënë gjatë gjithë takimit me Egnatian. Ai thos se mesazhi më të mirë tifozëve do t'ia jap vetë ekipi me fitore me Dinamo në kryeqytet. 3 pikët, sipas tij, janë mesazhi më i mirë i merituar për tifozerin vlonjate. Nuk është momenti më që të gabojmë, është momenti që të bëjmë mirë. Mesazhi për tifozët tanë është që të sjellin fitore në shtëpi. Ky është mesazhi më i mirë për ta. Ne e dimë që Dinamo do 3 pikët, ne i duam ato gjithashtu, edhe pse si kemi arritur ende për ndeshjen që zhvilluam në shtëpi. Ne falenderojmë tifozerin ton, që pavarësisht rezultatit na mbështeti deri në fund. Shpresoj që në këtë ndeshje ne t'i sillim atyre 3 pikët. 2 përballje të vështira të ekipit vlonjat që do të vinë njëra pas tjetrës përkundrejt 2 ekipeve të kryeqytetit. Fillimisht vlonjatët luajnë në Tiranë me Dinamon dhe më pas presin Partizanin në një tjetër sfidë spektakolare që do të luhet në Vlorë.